20 artistë lezhian të artit figurativ u bën bashkë dhe u prezentuan përmes 33 veprave të realizuara me teknika të ndryshme. Ekspozita tradicionale u hap në Galerinë e Arteve, duke sjell art dhe emocion në kuadër të festave të nëntorit. Ky udhëtim përmes ngjyrave, formave dhe shpirtit krijues mblodhi bashkë 10 ardashës, të cilët vlerësuan talentin dhe origjinalitetin e artistëve të moshave të ndryshme. Një ekspozitë dinjitoze me shumë vlerë artistike, me talente të reja që debutojnë ndoshta edhe për herë të parë, janë hapat e para, por jashtëzakonisht me sukses. I pranishëm në hapjen e ekspozitës, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, shpreh se artistët lezhian janë një burim frymëzimi brenda dhe jashtë vendit, ndërsa garantojnë mbështetje të vazhdueshme për ta. Numri i madh i talenteve, i piktorëve, i muzikantëve, i gjithë aktorëve, gjithë kulturës që ka Lezhë, është për tu përshëndetve për të na bë optimist, po për ta vu para edhe përgjithësisë. Që këto vlera që ne i kemi, që ju i keni shfaqur nëpërmjet kësaj ekspozite dhe të tjerave që ju keni pas, të punët të përditshme që bëni, këto ne ti inkurajojmë, ti mbështesim dhe të jemi gjithmonë afër gjithë talenteve lezhian. Shembujt janë të jashtëzakonshëm, Lezhë Nikolini ashtu, Inderi ashtu, Bashkërvati, shumë të tjerë që japin një kontribut jo vetëm në Lezhë, po përtej. Lezhës dhe përtej kufive Shqipërisë. Përmes kësaj ekspozite, artistët i dhanë qytetit zë, jetë dhe identitet artistik, duke dëshmuar pasurinë e trashëgimisë kulturore që karakterizon Lezhën.